Të dashur shqiptar, jam shumë krenar që kam mësuar gjuhën arbëreshe sepse gjuha arbëreshe është gjuha më e vjetër shqipe. Dhe në gjuhën arbëreshe janë regjistruar elemente gramatikor që pastaj u bën tipike në gjuhën shqipe. Një nga fjalët më të bukura arbëreshe që nuk e besoni është fjala zahari, që do të thotë sheqer. Tani kjo fjalë është me origjinë nga gjuha sanskrite. Dhe në gjuhën sanskrite ka qenë sharkala, që do të thotë guralec në fillim, pastaj mori kuptimin e rërës, të imët, dhe pastaj mori emrin e sheqerit, që është në fakt si rëra e imët. Është një metaforë. Kjo fjalë, sharkala, hyn në gjuhën perse të vjetër, si huazim nga gjuha sanskrite, hyn në gjuhën arabe, por hyn edhe në gjuhën e Bizantit. Në fakt, ka hyrë në greqisht më përpara se sa në gjuhën e Bizantit, më herët. Në greqishtën e vjetër kjo ka qenë zahar, pra në influencën e një gjuhe iraniane, shëja e gjuhës sanskrite është bërë zë në gjuhën e lashtë, greke. Dhe ky emër ishte në asnjanës. Mirë po, në greqishtën e re u bë në gjinin femërore, zahari. Në gjinin femërore është në gjuhën arumune, gjithashtu, ndërsa në shqip është në gjinin mashkullore. Dhe po e pyes ju të gjithëve që mos ndoshta në gjuhën shqipe emrat femëror të helenistes janë bërë emra mashkullor në shqip. Dhe argumenti më i mirë është fjala lajmi, që vjen nga helenishtja lalimata, që do thotë thashë theme, dhe në gjuhën greke është i lajmi. Tani kjo i është pjesa e trajtës së shquar. Është shumë interesante. I lajmi do thotë ai që sill lajmin, lajmësi, në gjuhën greke. Tani kjo i ose është e latinishtes il, pjesa e trajtës së shquar dhe leja ka rënë, ose është trajta e shquar e emrave femëror në helenisht, ka shumë mundësi, nuk kemi 100% sigurt. Nuk mund të flasim me 100% siguri, por kjo fjalë, zahari, tregon që edhe fjala i lajmi është krijuar sipas modelit të helenishtes, që emrat femëror të helenishtes janë bërë emra mashkullor në shqip, sepse i njëjti emër i asnjanësit zahar, sa edhe lalimata ishte në asnjanës dhe u kthye në femërore në shqip. Tani, pastaj në mashkullore. Edhe lajmi, pra, ka të njëjtën mënyrë të ndërtuari si zahari në gjuhën arbëreshe. Edhe zahari merr trajtën e shquar i zahari në gjuhën helene, sepse është emër gjinisë femërore, por ka qenë asnjanës në greqishtën e lashtë. Tani grekët thotë që kjo ka qenë zaharis në gjuhën e Bizantit. E kam kërkuar, jo, nuk del. Është e shpikur nga gramatikanët grek. Ndoshta greqishtja pasqyron shqipen, por nuk e besoj, sepse në gjuhën rumune është pikërisht femërore, zahari. Edhe në helenisht është femërore, zahari, me nyjen i zahari, ndërsa në shqip është mashkullore, zahari, e trajtës së shquar. Pra, ka shumë mundësi që emrat femëror të dialektit të Atikës janë bërë emra mashkullor në shqip dhe emrat femëror të dialektit dorik të Spartës janë bërë emrat femëror në shqip. Pa besueshme. Tani kjo fjalë ka hyrë në gjuhën ruse, në gjuhën bieloruse, sahar me s. Në shqip është me z, si në helenisht, zahari. Edhe në gjuhën arumune. Kjo ka hyrë edhe në latinisht. Po ç'është kjo latinishte? Ishte latinishtja fetare e shkruar, jo e folur. Ishte gjuhë e vdekur, edhe aty është sahar me s. Dhe nga latinishtja ka hyrë pra në gjuhët slave, ndërsa shqipja ka marrë drejt për drejt nga greqishtja. Dhe kjo fjalë gjendet vetëm në dialektet e atyre shqiptarëve që kanë ardhur nga Morea për në Itali. Pra është e sigurt që
Kjo fjalë është me origjinë helene. Tani mbetet për të vendosur a kanë ardhur emrat mashkullor të shquar në shqip nga emrat femëror në helenisht, dialekti Atikës. Ju vendosni. Jam menduar gjatë për këtë film dhe meqense është gjithë fjala lajmi, i lajmi, atëherë dhe i Zahari është kthyer në gjinin mashkullore në shqip, po ka qenë në femërore në helenisht. Duhet ta pranoni që filmat e mi janë madhështor. Fjalën Zahari nuk e kam gjetur gjykundin në asnjë fjalor shqiptar. E kam gjetur tek gjuha e arbreshve të Italisë. Dhe këtë kam gjetur duke komunikuar me ta. Ata janë bërë pjesë të akademisë sonë. Kjo që kam ndërtuar unë është një akademi, është një kongres i përhershëm. 24 orë në ditë. Në çdo moment ju mund të vendosni opinionin tuaj. Tani përpiquni të jeni të kulturuar, sepse e gjithë bota i shikon opinionet tuaja dhe inteligjenca artificiale e gjen numrin e IP-s, domethënë të atij që në mënyrë anonime vë fjalë fyese me qëllim. Këta janë turbo-albanët që përpiqen të shkatrojnë pikërisht akademinë tonë. Domethënë 99% të shqiptarëve turbo-alban janë. Dhe vetëm një grusht intelektualësh me kokra janë njerëz të mençur. Përfshi dhe unë, kuptohet. Tani unë kam krijuar një familje të re me ju dhe nuk bëj shaka, është e vërtet. Isha pa familje dhe u bëra me familje. Ju falenderit, familjar të dashur. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.